Pavarësisht që udhëheqësit e shtetit të Kosovës e kanë kundërshtuar fuqishëm formën e deportimit për në Turqi të 6 shtetësve turq përkrahës të Gülenit, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar se do të ketë arrestime të tjera. İşte bak, Milli İstihbarat Teşkilatımız Kosova'da yaptığı operasyonla Operacioni i fundit në Kosovë kundrejt strukturës së FETÖ-s në Ballkan nuk është as i pari, nuk do të jetë as i fundit. Prej këtu e falenderoj presidentin e Kosovës, por kryeministrit i them turp, sepse largimin nga detyra i kreu të inteligjencës, ministrit të brendshëm, të cilët na i dhan antarët e organizatës terroriste FETÖ, është një gabim historik. Turqia është ndër vendet e para që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Si mund të ushqesh këta njerëz që kanë bërë grush shtet kundër Turqisë, e cila i mirëpret Kosovën si një vëlla? Asnjë zyrtar i institucioneve të vendit sot nuk ju përgjigj kërkesës sonë për të i vlerësuar deklarimet e fundit të presidentit të Turqisë Erdogan, me arsyetimin se janë në pushim. Brëm vonë ministri i infrastrukturës Pal Lekaj tha se Kosova është shtet i pavarur dhe nuk lejon që askush të përzihet në punët e brendshme. Ne jemi shtet i pavarur dhe dihet zinxhiri komandues dhe nuk lejojmë që askush të përzihet në punët e brendshme. Me siguri në ditët në vijim do të deklarohet zoti Haradinaj. Analisti Bajrosh Morina fajson klasën e përqarë politike kosovare, e cila u shfrytëzua nga autoritetet turke për të deportuar 6 shtetas turq nga Kosova. Logjika politike e çdo diktatori, në rastin konkret edhe Erdoganit, është divido et impero, përçaj dhe sundo. Por në rastin konkret nuk ka faj presidenti i Turqisë Erdogan. Faji është në Prishtinë për shkak se ministri brendshëm, drejtori policisë, drejtori AKI-s marrin vendime pa i tregu fare kryeministrit, ndërkohë që presidenti bën veprime ekzekutive që i takojnë kryeministrit. Erdogan e ka parë këtë përçarje politike, prandaj ai falenderon presidentin Thashin, ndërkohë që e kërcënon Ramush Haradinaj. Paramendoni një situatë të tillë se çfarë gjendje sigurisë jemi ne qytetarët. Morina thot se presidenti turk Erdogan po e shfrytëzon miqësinë e mirë që ka me Kosovën për të bërë deklarata kërcënuese. Turqia është ndër vendet kryesore që kanë ndihmuar Kosovën gjatë bombardimeve të NATO-s. Turqia është vendi i dytë që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Me Turqinë na lidh një miqësi e kahershme, por jo një vllazëri e tashme. Nuk kemi vllazën me Turqin, as nuk kemi vllazëri me Turqinë. Por Turqia nuk është mirë që ta keq përdor këtë miqësi të përhershme, për shkak se në fakt miku i armikut tim është edhe armiki imi. Erdogan po bëhet mik i Serbisë, i Vučićit dhe mik i Putinit. Ndërkohë që Putin dhe Vučić kushtimisht janë armiq tanë. Në një situatë të tillë është mirë që Kosova ta sheh relacionin me Turqinë si një partner serioz, jo për prishjen e marrëdhënieve, por mi tregu Turqisë se pushteti i Turqisë përfundon aty ku përfundojnë të gjitha fuqitë edhe pushtetet e shteteve tjera. Pra, marrëdhëniet diplomatike me Turqinë kanë prioritet dhe duhet të kenë prioritet, por duhet të kenë edhe kufizime. Të shtunën, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, pasi kishte takuar Këshillin e Sigurisë së Kosovës për të diskutuar për gjendjen e përgjithshme të sigurisë në vend, ka bërë të ditur se ka kërkuar hetim, raportim dhe inspektim nga të gjitha mekanizmat e përfshira në rastin e arrestimit të 6 shtetasve turq. Tashmë dihet se është krijuar ekipi hetues prej 6 antarësh, i cili udhëhiqet nga kryeprokurori i shtetit Aleksandr Lumezi.